Në Tiranë po mbahet konferenca ndërkombëtare në shkencat e edukimit. Në aktivitetin që zhvillohet nga Universiteti Hëna Plot Bedër, diskutohen risitë teknologjike në sistemin arsimor. Sipas organizatorëve, konferenca është një mundësi e mirë për shkëmbimin e përvojave mes akademikëve nga vendet e rajonit. Në Universitetin Hëna Plot Bedër në Tiranë ka çelur punimet konferenca e dytë ndërkombëtare në shkencat e edukimit me temë teknologjitë e informacionit dhe komunikimit në edukim. Kryetari i konferencës Ahmet Xherli në fjalën e tij tha se Shqipëria ka bërë hapa përpara në përdorimin e teknologjisë në mësimdhënie. Ky aktivitet, u shpreh ai, është një mundësi e mirë për shkëmbimin e eksperiencave mes akademikëve nga vendet e ndryshme të rajonit. Unë jam i bindur se pjesëmarrësit dhe referuesit në këtë konferencë kanë potencialin e duhur për të paraqitur ide dhe studime serioze në drejtim të përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Jetojmë në epokën e teknologjisë dhe duhet të përfitojmë prej saj sa më shumë në mënyrë që të arrijmë standardet më të larta botërore në fushën e arsimit. Ndërkohë, rektori i Universitetit Hëna Plot Bedër, Ferdinand Gjana, theksoi se përdorimi dhe integrimi i TIK përbën pjesën kryesore të agjendës së politikave për shoqëritë në zhvillim. Ai tha se duke shfrytzuar teknologjinë, arsimtarët dalin nga korniza e tradicionales, duke krijuar mundësinë e prakticitetit në mësimdhënie. Kemi digitalizimin e shumë sistemeve, duke filluar nga sistemi menaxhimit, në sistemin e vlerësimit, të mbajtjeve të dhënave të studentit, të stafit e merat. Kontributi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në formimin e aftësive të reja. Kemi një individ të ri, bëhet fjalë për shekullin e 21, një individ që ndryshon plotësisht nga një shekull më parë në perceptimin e tij, në përgatitjet e tij. Konferenca e dytë ndërkombëtare për teknologjinë në shkencat e edukimit u organizua dhe në bashkëpunim me Universitetin Aleksandër Xhuvani, Universitetin Pamukkale, si dhe Institutin e Zhvillimit të Arsimit. Në këtë aktivitet morën pjesë studiues nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Gjermania, Çekia, Turqia dhe vende të tjera, të cilët referuan mbi tema që lidhen me përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në edukimin e brezave të ardhshëm.